Për fatin tonë të mirë, Bashkimi Evropian është në një situatë që ka nevojë për të marrë sa më shumë shtete për t'i futur brenda kopshtit të tij, them unë. Por ne nuk duhet ta lejmë që të na humbi ky tren. Ne kemi lënë shumë trenat na ikin, nuk duhet ta lejmë të na humbi ky. A është realiste apo nuk është realiste? Unë them që është realiste. Datat që jep kryeministri edhe për mbylljen e negociatave, por edhe për antarësimin. I vetmi problem që është shtrohet edhe në pyetjen tuaj. Kaja Kallas, por jo vetëm ajo, gjithë të tjerët, thonë që duhen bërë detyrat e shtëpisë. Pra topi është në fushën tonë, ne duhet ta luajmë ashtu siç kërkohet, duhet të jemi të qartë dhe transparent përballë publikut shqiptar, çfarë na kërkohet, dhe Bashkimi Evropian ka qenë i qartë me ne, është shumë transparent me ne, duhet pra të bëhet thjesht puna jon.